Faleminderit juve, mirë që jeni ju me neve çdo herë me ndrimin e dytë. Me kë po bisedojmë apo skor? Latifi Bishin nga Gjilani. Latifi Bishin nga Gjilani. Si është Gjilani sot? Mirë, mirë. A kanë fillu gurbeqartë me ardha hala herët? Jo, më hala herët. Sepse keni shumë do këtë gurbeqartë Gjilani. Shumë dhe unë i kom 35, atje kretë veç me rinjën dhe shpije. Sa? Veç me rinjën 35 në kretë jashtë. Kretë jashtë, Me gjithat tash besoj shiheni ma shpesh. Shumë bo, inshallah. Sa i përket temës, zotri Latif? Keni nuse ose dhëndër në shtëpi? Në vërtetën, unë shka jam, kom 6 vajza dhe i kom 5 djelë. 6 vajza dhe 5 djeli ki, djem. Unë respektoj nusën më fort se dhëndërin. Nga ne këtë agjën, pse respekton nusën më fort se dhëndërin? Nusja është një e arnën që shpinë e huj, e duhet me respektu së këtë qikën tënde. Edhe mundës atë pasurin, djali që ka, se unë me onë djalit mundet me qitë për mi nusën, a për mi dhëndërin ju. Jo dhe për mi, që shë dhe dhëndërit tash, se njëjtë pasuria ndohët. Ja, dhëndërit ju. Për mi nusën e qetë, a për mi dhëndërin ju. Ju personalisht, e kini ndo pasuri vajzave? Vajzave, o shëllimi të nusja, të reja jema, a që ashtu? Ju po flasë për vajzën e juj, keni vajza? Po, kemi vajza. Po, se tash më kërë ndojmë pasurin, ju lutem, mo. Vajza në matura kejtë. Po, s'ka rëndësie, ka një... Unë një reja kom të shpija, nusën, e djallit. Pasurin ja kom qitë nusës. E qikës? Po. E qikës tane? Qikës teme normal. Ko gjaj dyshem po mdohë? Dishka? Jo. Dishka i dyshem. Dishka 80 vjetë i kom. Sa? 80. 80, o sa mirë. Jeton me djalin edhe me nusën e djalit një shtëpia, po? Po. A ndodh, po du me të pyte diçka, zotri Latif, a ndodh se mdo këtë kur të rinë me një shtëpi, atëherë ka dhe probleme, a nko është mas shumë të përçat nusën që e kinë shpe? Normal në foret, unë për veti ju. Unë e ju. Ti ko ke vjehër i urtë, bravo, po më pëlqen. Faleminderit shumë që jemi ndrimin e dytë. Ajo është të uja, ta shpori vetëm me mu të shpia këtu. O, sa mirë po mjem, faleminderit shumë. Lumet ajo për vete. Faleminderit shumë që jeni me një vendrimin e dytë. Faleminderit dhe për juve. Tëng. Hajto.